po dojmë një opozitarizëm që çon në një qeverisje më të mirë për vendin. Na nuk e kemi patjetër. A krahasojmë PDK-n e 2004, 2007 dhe tash. Të kujtohet çfarë opozite ka bërë PDK-ja. Shumë të fuqishme. Ha mo tash me krahasuar opozitë me këtë. Shikoni, na nëse shohim edhe opozitarizmin që kemi bërë për krizën ekonomike, ne nuk është që vetëm kemi kundërshtuar vetëvendosjen, po kemi dhënë edhe rekomandime konkrete se çish më marr me krizën e çmimeve në atë kohë, çish më marr me standardin e jetesës qytetarëve me mirëmbajtje, tjetër është që ka hasur vesh çordhër. Nëse e shohim mbrojtjen e kushtetutshmërisë, mendoj që kemi qenë proaktiv shumë edhe kemi mbrojt kushtetutën e vendit nga shkeljet e njëpastishme kushtetutës dhe të ligjeve që i ka bërë kjo qeveri. Kështu që mendoj që opozitarizëm ka dhënë rezultate, mirë po tash varet edhe me çka e krahasojmë dhe çfarë opozitarizmi po kërkojmë. Ne nuk jemi për një opozitarizëm që me çdo kusht e rënon një pushtet dhe e sjell një pushtet tjetër. Jemi për një opozitarizëm që tregon rrugën se ka duhet me ecë vendi dhe duke ofruar alternativë të qartë. Dhe kur jemi të alternativa, na kemi pas zgjedhjet e kaluara dhe sigurisht që jemi të punu për ta përditësuar programin për zgjedhjet që po vijnë. Por nëse dojmë rrumbullaksu, çka mund të presim? Pika shumë trasha nga zoti Hamza. Ka pas ndonjë impakt opozita e PDK-s, se cilës do parti, për në këtë rast e PDK-s në vendimore, a u tërheq qeveria për ndonjë vendimi? Përveç të na e kem pas ma një shumë ka pushtet. ndiku PSD-ja, ju kujtohet atje Dastikera, se s'po tham që s'kan bo, po jeni konë opozita konë pa shpirt. Dhe më thonë, unë pëtham, e vërtet është në gjykatë kushtetuese i keni qu dë raste dhe i keni fitu. Shumë e vërtet. Po, është një impakt. Për pjesës politike, dhe më thonë, a ka ndiku opozita që ka bo PDK-ja në tërheqjen e ndonjë vendimi nga qeveria publike. Kjo nuk flet shumë për cilësinë e opozitës, sa flet për cilësinë e qeverisjes, për shkak se sikur të kishin reaguar ndaj reagimeve të opozitës, sot kishin pas një gjendje më të mirë në vend. Po kjo gjendje, cilën e kanë lënë vend si rezultat i refuzimit të çfarë do kërkesë rekomandime të opozitës, kemi një situatë ku ekonomia ka stagnu, integrimi i vendit ka stagnu, Kosova në sanksione është e izoluar, nuk ka asnjë progres në vend dhe rrjedhimisht kemi një parti e cila e ka bërë vetë qeverinë herën e kaluar, ndërsa në këto zgjedhje ka dështu, është hera e parë kur një parti dele para dhe dështon me bërë qeveri. Dhe këto janë edhe efekte që i ka dhënë opozitarizmi. Po kisha dashur të kthehena te 3 pyetjet kryesore, te 3 pikat kryesore se çka mund të presim me zotin Hamza. Me zotin Hamza në radhë të parë presim zhvillim ekonomik, lirim të potencialeve që i ka ky vend. Sot jemi me një situatë ku kemi një qeveri e cila ka qëndrim armiqësor ndaj sektorit privat. Kemi një qeveri e cila jo që nuk ka arrit me bo ambientin ton josh atraktiv për investimet reja, po kemi një situatë ku edhe investitorët ekzistues po kërkojnë alternativa jashtë vendit. Dhe kjo situatë nuk është e lehtë për një vend si Kosova ku nevojat janë shumë të mëdha. Pra, zhvillimi ekonomik është prioriteti i parë. Prioriteti i dytë. Po thotë zoti Morati që buxhetin më të madh ndonjëherë ka pas Kosova. A shiçani, duhet, nuk është efekti, nuk është qëllimi të kemi një buxhet të madh. Pyetja është çka po bëhet me atë buxhet. Arsyeja pse qeveria mbledh tatime nga qytetarët është që me ato tatime t'i ofrojë qytetarëve disa shërbime, të cilat qytetarët nuk munden t'i sigurojnë vetë. Qeveria duhet përmes tatimeve të ofrojë arsim më të mirë, shëndetësi më të mirë, më tepër siguri, infrastrukturë më të mirë, sundim ligjit më të mirë, gjitha këto. Po çka ka ndodhur në këtë kohë? Kemi një qeveri që tanë kohën është krenu me rritjen e tyra të buxhetit, por që asnjëherë nuk ka folë se si po i shpenzon ato tyra. Kemi një ministër financave, cili më kujtohet para disa muajve në një intervistë dështoi mi numëru 3 projekte që i kanë bërë me ato tyra. Nëse qeveria nuk është në gjendje mi tregu qytetarit se çka u përmirësu me ato tyra që i ka marrë nga qytetari, ku është qëllimi aty në tyrave. Çfarë situate kemi? Kemi një situatë, të lutem vetë këta. Kemi një situatë ku qeveria i mbledh tatimet nga qytetarët, i mban si rezerva, kemi qeverinë që i ka mbajt më shumë të parat
bllokuara në llogari. E dim çka kanë bërë, po çka kemi më qeveri. Për 103 vendime që do të më marr Bedri Hamza me kfill pak ekonomi. Absolutisht. Na kemi propozuar pikëspari një reformë fiskale. TVSH-in me mbledhën brenda vendit. Është një ngarkesë e madhe për çdo biznes të Kosovës dhe është e padrejtë. Nuk mundet biznesi me i pagu avans tatim shtetit. Tatimin biznesi duhet me pagu pasi ti realizoj transakcionet, po jo në avans. Qa po ndodh? Biznesi që importon, shpesher duhet me marrë kredi me pagu interes për me pagu TVSH në shtetit e pastaj me prit muaj të tërë për me kthy atë TVSH nga shitja e produktit. Është e padrejtë. Kemi para po lehtësim të barës tatimore edhe për qytetarët. Kemi rishiku pragjet e lehtësimit tatimor. Do të thotë të hyrat nga 250 deri në 500 euro nuk do të tatimohen. Nuk do të tatimohen fare, për shkak se nuk është pagë e lartë, paga deri në 500 euro që prej asaj pagë me ndonjë pjesë tatimit për shtetit. Sa do të jetë paga minimale? Paga minimale. Se më ka ndodhur shumë shpesh, sidomos individ që punojnë në kompanitë sigurimeve, na njohin që dalin në televizion dhe thonë kërkosh të ngrit o vëlla pagën minimale se neve na paguajnë, domethënë deri atë të pragu i pagës minimale. Paga minimale. Sa do ta bëj PTK, sa ka ambicie? Ajo që nuk do ta bëjmë, ne është ajo që po e bën aktualisht qeveria me bë hajgare me punëtorët në kohë fushate. Kjo qeveri... Po këtë qeveri të kanë kesh për këtë punë? Është qeveria e vetme që gjatë gjithë mandatit ka refuzuar çdo dialog, qoftë me përfaqësuesit e punëtorëve, qoftë me përfaqësuesit e punëdhënësve. Kjo qeveri që ka ardhur në pushtet të folë për drejtat punëtorëve, kjo i ka poshtruar masën më të madhe, mas shumti krejta sindikatat e punëtorëve. Asnjëherë nuk e ka aktivizuar Këshillin Ekonomik Social. Asnjëherë nuk e ka mbledhur Këshillin Ekonomik Social, i cili me ligj i takon ta propozoj në qeveri pagën minimale. Po ç'a ndodhi tash? Në kohën kur kishin pushtet, në kohën kur ishin qeverin në funksion të plot, nuk i thirrën asnjëherë përfaqësuesit e punëtorëve dhe punëdhënësve me diskutu për pagën minimale. Heguran Murati i thirrri në kohën kur s'ishte më ministër. I thirrri hajde po flasim për pagën minimale. Qashtu që i ka thirrë Heguran Murati me fol për pagën minimale, mundet secili deputet i Kuvendit Kosovës me thonë hajde t'ja vjepon një premtim për pagën minimale. Debati për pagën minimale nuk mund përcaktohet nga ministri. Ministri duhet i mbledh përfaqësues të punëdhënësve, përfaqësues të punëtorëve dhe me ardhur te një propozim. Kështu që nëse unë sot ju them që kaç do të jetë paga minimale, i bashkohem propagandës që është e bo vetëvendosja në këtë kohë kur nuk kanë pushtet as mandat me propozu. Mirë, vetëvendosja krenohet që e ka rritur inkasimin, e ka rritur sidomos në ATK, është rritur, thonë që ka zhvillim ekonomik vendi, ka më shumë buxhet. Këto janë terme, në fakt se ne kur flasim nga këndi opozitarizmit, flasim kënë se nuk është, ka një rrëfim atje të qeverisë që thotë që e kam rritur mirëqenien shtetare. Pra po them, buxhetin e vlerësojmë ato se çka po bëhet me atë buxhet. Se kjo qeveri për me rrit buxhetin ka mujtë me dyfishu tatimet edhe me bëni buxhet edhe më të madh. Po çka pi bën ekonomisë? Çka pi bën qytetarit? Kështu që në vend se të flasim për të hyrat, na duhet të flasim për shpenzimet e qeverisë çka ka bë. Kjo qeveri e ka përdor administratën